Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 38 vjeçe dhe zakonisht jam shumë e kujdesshme në timon. Nuk jam nga ato që bëjnë shkelje pa menduar, përkundrazi, gjithmonë mundohem të respektoj rregullat. Por si çdo njeri ka ditë kur mendja është diku tjetër dhe nxitohesh duke bërë kështu gabime. Ajo ditë ishte pikërisht e tillë. U zgjova me vonesë, telefoni më ishte fikur dhe gjithë mëngjesi më doli jashtë kontrollit. U vesha me nxitim, mora çantën dhe dola pa ngrënë asgjë. Rruga për në punë ishte e mbushur me makina dhe unë po shija orën çdo 2 minuta. I thosha vetes, vetëm sot të arrij në kohë. Pa e kuptuar, shtova shpejtësinë më shumë se ç'duhej. Pastaj i pash, dritat blu pas meje. Zemra më ra me një herë. Jo tani, të lutem, thash me vete. U detyrova të ndaloj anash, duart më ishin bërë të ftohta. E dija që kisha gabuar dhe nuk kisha justifikim. 2 policë u afruan. Njëri prej tyre ishte serioz, i drejt për drejt. Tjetri dukej më i qetë, më komunikues. Dokumentat ju lutem, më tha i pari. I dhash pa folur shumë, më kontrolloi dhe më tha, ke të i kaluar shpejtësinë e lejuar. Nuk isha çfarë t'i thoja. Po e di, kam qenë me nxitim, u përgjigja me sinqeritet. A i filloi të shkruaj gjobën pa shumë diskutim. Ishte korrekt, nuk më foli keq, por as nuk më dha ndonjë mundësi për justifikim. Ndërkohë polici tjetër më pa dhe buzëqeshi lehtë. Duket që dita nuk ka nisur mirë, më tha. Qesha nga sikleti, nuk ka nisur mirë fare, ja ktheva. Pasi mora gjobën, ndjeva një lloj zhgënjimi me veten. Nuk ishte vetëm çështje parash, ishte fakti që zakonisht nuk jam kështu. Zbrita nga makina për të marrë një dokument që më kishte rënë në sedilje. Polici që ishte më i qetë më pa dhe më tha, mos u mërzit, gjëra që ndodhin. Zëri i tij ishte ndryshe, nuk ishte zë autoriteti, ishte njerëzor. Qëndrova aty për disa minuta, filluam të flasim, fillimisht për situatën, pastaj për punën time, për rutinën e përditshme. A i më tregoj pak për punën e tij, sa e lodhshme ishte ndonjëherë, sa njerëz të ndryshëm takonte çdo ditë. Nuk ishte një flirt i hapur, ishte diçka e lehtë dhe natyrale. Mënyra si më shikonte, si buzëqeshte, si më bënte pyetje, më bëri të ndihesha rehat edhe pse situata nuk ishte e tillë. Harova për disa minuta që isha ndaluar për një shkelje. Në fund më tha, herën tjetër mos u nxito kaq shumë. Nuk ja vlen. E pash dhe ja ktheva. Patjetër, e mësova mësimin. A i buzëqeshi, unë u futa në makinë dhe u largova. Gjatë gjithë ditës mendja më rinte tek ajo ndalesë. Jo për gjobën, por për bisedën. Mënyrën si një moment i bezdisshëm u kthye në diçka që më la një ndjesi të mirë. Pas disa ditësh kalova rastësisht nga njëjta rrugë. Nuk e di pse, por e ngadalsova makinën. E pash ishim përsëri aty. Kur më pa më njohu me një herë, më bëri me dorë të ndaloja. Këtë herë pa gjobë. Zbrita nga makina duke qeshur. Mos më thuaj që prap kam bërë shkelje. I thash me shaka. Jo, këtë herë je në rregull, thjesht po kontrolloja nëse e mban mend këshillën time. E mbaj që atë ditë jam bërë shembull. Qëndruam duke folur pak më gjatë këtë herë. Nuk ishte më një situatë formale. Ishte një bisedë normale mes 2 njerëzve që tashmë njiheshin pak. Më pyeti si po më shkonte puna, nëse isha ende me të njëjtin ritëm të çuditur. Unë e pyeta për punën e tij, për oraret dhe për lodhjen. Pa e kuptuar, po prisja atë moment gjatë gjithë ditës. Kështu filloi gjithçka. Jo si një histori e madhe, jo si një dashuri e menjëhershme, por si një njohje e vogël që lindi nga një moment i papritur, dhe ndonjëherë mendoj se sa e çuditshme është jeta. Një gabim i vogël në rrugë, një gjobë që më prishi krejt ditën. U kthye në një kujtim që më bën të buzëqesh.
Ndonjëherë gjërat nuk ndodhin siç i planifikon, por ndodhin ashtu siç duhet.